Gjirokastra po përjeton ditët më të nxehta të këtij sezoni me temperatura që arrin deri në 41 gradë Celsius. Në këtë vap përvoluese, qytetarët përballen me një mungesë serioze të pikave publike të freskimit. Në qytetin e Gurtë nuk ekziston asnjë çezëm publike me ujë të pishëm dhe ajo që bie më shumë në sy është fakti që në Gjirokastër nuk ka pasur asnjëherë një shatërvan publik funksional, ndryshe nga shumë qytete të tjera të vendit. Qytetarët shprehen të shqetësuar për mungesën totale të infrastrukturës që do t'ju lehtëson për ballimin e temperaturave ekstreme. Në që shpikrit të nxehtis, kjo është e vërtetë. Janë pak të papërballueshme temperaturat, po unë mendoj se një zgjidhje që nuk mund ta kenë të gjithë është plazhi. Për shembull, në këto momente sapo kthehem nga Saranda. Ne kemi dhe shtëpi private, kështu që kemi dhe një çik freskëllëk. Po, e përgjithshme është ajo që thatë dhe ju, që duhen ato gjëra. Që t'i vish në ndihmën e njerëzve, të moshuarve, të vegjëlve, të gjithë njerëzit kanë nevojë. Shinat janë një zgjidhje shumë e mirë, për ata që s'kanë mundësi të shkojnë më tej, apo në Sarandë, apo në qytete në bregdete të tjera, apo dhe jashtë vendit. Kështu që mirë do ishte që të kishte nga këto vende, të vinin në ndihmë njerëzve. Ata që s'kanë mundësi, të kënaqen edhe ata, brenda mundësive. Profesore, po kush i bëj, dhe pse nuk janë. Me këtë temperatura nuk lejohet mbas orës 11 televizor. Pa patur shishen e ujit. Po jo të sot, të ngrohet se kondëson me trupin e edhe personin. Problem. Por të dalë, jemi detyruar të dalë. Për të dalë. Po duke mbajtur shishen me ujë, në vetë. Kjo situatë është e vështirë, po vapa është vapë, qytetarët do ta përballojnë me sukses. Duan ca zgjidhje, të ketë një çezëm diku këtu. Nuk kam parë ndonjëherë. Se dhe unë kam dashur të freskoj në një duar, po kam jetë. Në mungesë të alternativave, qytetarët janë të detyruar të blejnë ujë në pika tregtare, gjë që rëndon edhe më tej buxhetin e familjeve, sidomos në këtë periudhë të vështirë ekonomike. Sipas Institutit të Gjeoshkencës, vala e të nxehtit do të vijojë edhe gjatë kësaj jave me temperatura që priten të qëndrojnë mbi 38 gradë Celsius. Qyteti përballet jo vetëm me vapë ekstreme, por edhe mungesën e investimeve të nevojshme për përballimin e tyre.